Majoranca socialiste miratoi vetëm ndryshimet në ligjin për shërbimin sekret shqiptar, i cili nuk kishte ndryshuar prej 21 vitesh. Opozita në Komisionin e Ligjeve votoi kundër e nënkryetari i Partisë Demokratike Oer Blikbashi ngriti disa shqetësime në lidhje me këtë ndërhyrje, duke u ndalur së pari tek forcimi i kompetencave të qeverisë sipas tij mbi këtë institucion. Që në momentin kur është Këshilli i Ministrave që përcakton një seri elemente siç është edhe paga, dhe më pas rregullimet të tjera të brendshme që i jepen në dorë drejtorit për të përcaktuar mënyrën se si kontrollohen punonjësit e tjerë, fillon të krijohet një linjë varësie nga Këshilli i Ministrave, ndërkohë që vetë ligji në fuqi parashikon që ky kontrollohet, shërbimi informativ kontrollohet nga kuvendi. Ky është një institucion që u shërben gjithë shqiptarëve, nuk i shërben politikës. Dhe ndërhyrjet që janë bërë nuk janë bërë për të forcuar rolin e ekzekutivit, por janë bërë për të ruajtur pikërisht ato informacione që shiqi ka shumë sensitive. Blikbashi ngriti shqetësimin se kompetenca që i jep shërbimi të drejtën për të mbledhur informacione për stabilitetin e brendshëm krijon hapësirë për abuzime. Me këtë term stabiliteti i brendshëm mund të kuptohet edhe ndjekja e opozitës, e cila mund të përbëj problem për kryeministrin, apo aktorëve të tjerë të shoqërisë, të cilët mund perceptohen si faktorë të cilët destabilizojnë qeverinë. Pra ç'do të thotë stabiliteti i brendshëm? Demokrati Blikbashi solli si shembull edhe rastin e protestës së qytetarëve, të cilën sipas tij dikush mund ta shohë si cënim të stabilitetit të brendshëm. Se mund të mendoj shërbimi informativ me një propozim nga kryeministri që ajo protesta që është sot në rrugë mund përbëj cënim të stabilitetit brendshëm. Askush nuk e di këtë gjë. Dhe në qoftë se ju filloni të infiltroni për këtë, kjo mund të jetë një shkelje shumë e madhe e kushtetutës. Shishi nuk është autonom si institucion. Ka kontroll të përditshëm nga inspektori i kryeministrit, i cili është i pavarur në shërbim. Jo, mund vazhdojmë, se fillon këtu e mbaron. Ka kontroll dhe raportim në Komisionin për çështjet e brendshme, i cili në çdo kohë kërkon informacion nga shërbimi mbi çështje të caktuara, ka kontroll nga Presidenti i Republikës dhe nuk është e vërtetë që i veti kontroll është kontrolli i kryeministrit. Drafti i miratuar nga Komisioni i Ligjeve ka vetëm 8 nene, bën disa rregullime në ligjin që ishte shumë i vjetër, duke hequr së pari termin kuvendi popullor, apo duke ndryshuar emrin nga shërbimi informativ kombëtar në shërbimin informativ të shtetit. Por gjithashtu projekt ligji rregullon disa prej kompetencave të shërbimit e përjashton punonjësit e tij nga detyrimi për deklarim e kontroll të pasurisë.